Kanë kaluar plot 90 ditë nga mashtrimi publik i Erion Veliajt dhe Mero Bazes ndaj prokurorit Olz Dado. Prej 90 ditësh Veliaj dhe Mero Baze kanë gënjur duke thënë se prokurori Olz Dado ka kërkuar një shtesë mbi lejen e ndërtimit dhe kryebashkiaku i shkarkuar e ka refuzuar, ndaj dhe ka nisur hetimet ndaj tij për hakmarrje dhe konflikt interesi. Një mashtrim publik ky që vijon prej 90 ditësh. As Erion Veliaj dhe as Mero Baze nuk e kanë publikuar as dokumentin me firmën e Olz Dados dhe as refuzimin me firmën e ish kryebashkiakut. Mero Baze dhe Erion Veliaj gënjeshtrat dhe mashtrimin e kryejnë si një sulm ndaj drejtësisë, prokurorëve dhe gjyqtarëve. CNA ka kërkuar për 90 ditë që të publikohet dokumenti me firmën e prokurorit dhe refuzimin me firmën e ish kryebashkiakut, por kërkesa nuk ekziston, njësoj si inceneratori i Tiranës. Për 90 ditë kemi sjell pretendimet e pabazuara të Mero Bazes dhe Erion Veliajt ndaj prokurorit Olz Dado. Në pikën 135 Veliaj thotë se prokurori Olz Dado ka marrë një leje ndërtimi në Bashkinë e Tiranës dhe pastaj ka kërkuar një shtesë mbi atë me leje dhe kjo i është refuzuar, ndërsa në pikën 136 të dokumentit pa vull dhe pa firmë, Erioni e trajton këtë si një çështje hakmarrjeje nga ana e prokurorit Olz Dado, sepse sipas tij nuk i është dhënë leja e ndërtimit për shtesën, pasi ka bërë një kërkesë. Pse nuk e nxjerr Veliaj dokumentin me firmën e Olz Dados dhe refuzimin me firmën e tij? Pse nuk vërteton Mero Baze te tema e Veliajt? Pse nuk e publikon dokumentin me firmën e Olz Dados dhe refuzimin me firmë të Erion Veliajt? Fakti është se Erion Veliaj, kryebashkiaku i burgosur, ka 13 akuza për 5 vepra të rënda penale. Veliaj është kapur 9 herë në korrupsion, në shpërdorim detyre, në pastrim të produkteve të veprës penale, të fshehjes së pasurisë, futjen e sendeve të ndaluara në qeli. Sot janë mbushur plot 90 ditë nga mashtrimet e Veliajt dhe Mero Bazes që janë një sulm që i bëhet drejtësisë. Mero Baze thotë se sipas tij hetimi ndaj Veliajt i është kërkuar me ngull nga një prokuror, i cili muaj më parë ka pasur konflikt personal me të, lidhur me kërkesat e tij për një leje ndërtimi jashtë kritereve ligjore që kishte bashkia.